Edhe PDK edhe RDK ju kanë gjujtë në qafa Albin Kurtit, pse po i mon takimet për konstituimin e qeverisë në ndërtesën e qeverisë. Sheti, një kryeministri në ndërheqje, i thojnë pse po i mon takimet në zyren tonë. Mirë po, mu më shku pak më tepër. Ku i majshë takimet ju, kur edhe në vitin 2020, kur qeverinë e mori Abdullah Hoti, edhe në vitin 2017, në kohën e qeverisë së Panit, faktor vendimtar për konstituimin e qeverisë ka qenë lista serbe. Ju nuk e keni bërë ditë me asnjë herë ku i keni marrë këto takime. E keni marrë në Prishtinë, e keni marrë në villën e Radojqiqit në Ujmana ku. Mirë, e shkon në kallëzu. Edhe PDK edhe RDK ju kanë gjujtë në qafa Albin Kurtit, pse po i mon takimet për konstituimin e qeverisë në ndërtesën e qeverisë. Sheti, një kryeministri në ndërheqje, i thojnë pse po i mon takimet në zyren tonë. Mirë po, mu më shku pak më tepër. Ku i majshë takimet ju, kur edhe në vitin 2020, kur qeverinë e mori Abdullah Hoti, edhe në vitin 2017, në kohën e qeverisë së Panit, faktor vendimtar për konstituimin e qeverisë ka qenë lista serbe. Ju nuk e keni bërë ditë me asnjë herë ku i keni marrë këto takime. E keni marrë në Prishtinë, e keni marrë në villën e Radojqiqit në Ujmana ku. Mirë, e shkon në kallëzu.